Tum njerëz, ja ku jam, edhe sot horoskop, poezi, komente, këngë, ku ka më mirë, si çdo të hënë, ora 9, Radio Sol 89 MHz, emisioni Mesazhi i Yjeve, në fat dhe në këngë. Për ata që akoma nuk e din, unë jam Armand Xhuli dhe jam këtu për 2 mesazhe. Mesazhin astrologjik, pra mesazhin e yjeve, dhe mesazhin e këngëve që në vetvete është edhe ai mesazhi i yjeve të muzikës. Njerëz, mund të na ndiqni në rrjetet sociale me emrin Sol Radio, si dhe në kanalin YouTube Sol 89, okay? Tani po filloj horoskopin. Dashi. Kam përshtypjen që sikur të është çakorduar pak qefi o dash, ha? A të vjen keq sikur të fillosh të akordosh pak? Pa llogaritur që unit që ke brenda i duhet edhe një thall me letra dhe një dozë muzike klasike tip Mozart për ta qetësuar. Pse e ka gjalla katur? Mos të duket fare e tepërt që po të them se je pak në kaos dhe në qoftë se e merr lehtë, ka rrezik që të reagosh edhe gabim dhe në vend që të qartësosh i det, do t'i gjymosh i natit mbrapa. Të gjitha sa po të them, kanë të bëjnë me botën tënde emocionale o dash. Emocionet e tua janë ato që të kanë udhëhequr dhe ta kanë bërë jetën e bukur. Mos i lër të të çojnë në rrugë të gabuar. Ti dhe të gjithë ata që ke përreth varen nga emocionet e tua. Qofshin kolegë, qofshin partner, qofshin kushërin, qofshin fëmijë, qofshin çfarë do qofshin, të gjithë ata që ke përreth. Inati o dash nuk është ndjenjë. Mos e haro këtë. Demi. Lumturia, mbi të gjitha, mendoj unë, është mungesa e dhimbjes. Dhe në qoftë se është vërtet kështu, vë bast që ju të dashur Dema ka ca kohë që jeni vërtet të lumtur. Por në qoftë se ka dhe një tjetër lumturi që të bën akoma më të lumtur, do të ishe gati ta kërkoje e ta gjeje. Do të kishe kurajon, këmbguljen, mendjen e lehtë që edhe sigurinë e duhur për ta kapërcyer një tjetër kufi të kënaqësisë ta kishe. Në qoftë se do ta bëje, unë të kuptoj fare mirë. Mbase ke edhe frikë që mund ta humbasësh këtë që ke. E ndjej për detyrë t'ju jap kurajo Dema. Shpërblimi që do të keni e vlen të rrezikoni dhe jo vetëm që e vlen, por do të jetë dhe një shpërblim i jashtëzakonshëm. Këshilla ime për këtë javë, për ju o Dema, edhe mesazhi yjeve, jo vetëm këshilla ime, është e thjeshtë dhe e thënë në dialektin e Tiranës është gjëmojni qefit kom për kom. Binjakët. Është një këshill që dua t'ua sugjeroj o binjak. Sot jam në fazën e këshillave dhe të sugjerimeve. Është e njëjta këshill që jep edhe shkrimtari amerikan nga Illinois, Lucas Herton, edhe ai shenjës binjakëve, që thotë: lejojeni veten të përfshiheni në të gjitha shqetësimet e mundshme të njerëzve që keni përreth, edhe pse mund të jeni në kundërshtim me njëri tjetrin. Shumë shqetësime, vazhdon ai, do të thotë shumë impenjime për zgjidhjen e tyre. Shumë projekte për të ndihmuar këdo e çfarëdo, dhe do të thotë ti kundërvihesh me ndërgjegje dhunës së kohës. Kjo këshill është gjithmonë e vlefshme për ju o binjak. Por sidomos në këtë periudhë veçanërisht. Kjo do të bëjë që bota juaj e brendshme me aq shumë vlera, duke u vënë në funksion të tjerëve, do të pasurohet, do të shkëlqejë dhe do të jetë një model për të gjithë ata që keni përreth. Është momenti juaj. Shkëlqeni binjak, shkëlqeni. Gaforia. Gafore. Imagjinova ose më mirë ëndërrova sikur ti ishe një shef zyre, shpirt madh, që shtynte dhe për krahët e varësit e tij, që ata të donin dhe ta respektonin më shumë njëri tjetrin, që ta trajtonin njëri tjetrin më me shumë dhimbshuri. Nganjëherë edhe i mërzisje, por bëje që ata respektin dhe dashurinë për njëri tjetrin ta çonin në nivele shumë të larta. Këmbgulje dhe këmbgulja jote ishte për t'u admiruar. Jo vetëm këmbgulje, por edhe i bindje ata që të harxhonin më pak kohë me vogëlsira dhe t'i kushtonin më shumë kohë projekteve të bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit. Dhe pastaj ëndërrova që ti o Gafore i bëje që edhe t'i bënin më shumë dhurata njëri tjetrit.
Në fillim, ata nuk të besonin, por dal nga dal filluan të mirë kuptonin dhe të ndiknin këshillat e tua dhe jo vetëm të dëgjonin me vëmendje, por bënin pikërisht këtë që i thoshe ti. Donin dhe ndihmonin njëri tjetrin fal këshillave, këmbguljes dhe shembullit tënd. Kjo ishte ëndra ime, o Gafore, dhe pikërisht këtë ëndër ti duhet ta kthesh në realitet. Një zemër që do nuk ka vend për urrëtie. Duaj, Gafore, dhe të gjithë ne do të ndjekim shembullin tënd. Luani. Sot për ju, o Luan, dua të flas pak si kartonat e asaj seris Muppet Show për ata që e kanë parë. Jam i lumtur t'ju njoftoj që kjo javë është java e gërmës B, e numri 2 dhe e ngjyrës blu. Ja disa fjalë me B që do t'ju karakterizojnë këtë javë, o Luan. Butësi, bindje, bamirësi, bashkëpunim, bukuri. Dalin. Dhe për t'ju siguruar dhe spjeguar edhe numrin 2, ai është përfaqësuesi i marrëdhënies së bashkëjetesës. Pra, i marrëdhënies në çift, në dashuri, në profesion, në partneritet, kudo që tjetë. Ndërsa ngjyra blu është tregues i stabilitetit, i thellësisë dhe i gjithësisë. Me një fjalë, këtë javë, Luan, lum kush do t'u qëndroj pranë. Do jeni modeli i cilësive më të mira për të jetuar në grup dhe do të jeni bota vetë. Virgjëresha. Për popullsinë indigjene, me një fjalë për popullsinë e lashtë-vendase të ishullit të pashkëve, make ishte zoti i krijimit njerëzimit dhe i zoti i pjellorisë. Sot, make është edhe emri i një planeti shumë të vogël zbuluar në vitin 2005 që bën pjesë në orbitën e Neptunit dhe që aktualisht është duke kaluar në shenjën e virgjëreshës. Sipas meje, është trupi qiellor që përfaqëson më së miri atë që do të ndodhë me ju të virgjëreshës në periudhën vazhdim. Duke ju referuar shpirtit origjinal të make, ju virgjëresha mund të jeni shumë krijues. Mund të jeni krijuesit që do të arkitektoni dhe themeloni figurativisht një botë të re. Po të hulumtoni pak për domethënien e termit krijues, do të zbuloni dhe atë që do të zbuloni duhet ta shkruani në një copë letër e ta ruani deri në fund të muajit maj. Bëjeni dhe do të më kujtoni. Peshorja. Peshore. Nuk po ju them që të bëni kompromis me pjesën e errët të psikikës tuaj me unin tjetër që është brenda jush, po them vetëm që duhet të mos e bëni armik atë unin tjetër që keni brenda, duhet miqësoheni me të. Në qoftë se ja arrini të krijoni një raport jo agresiv me unin tuaj, i krijoni vetes mundësinë që ai uni tjetër, pjesa e errët e juaja, ku hyni nati, çmira, hakmarrja, kokforcia, të mos ju pengoj nga mbrapa, të mos ju vej stërkomç, si shton në Tiranë në momentin e gabuar. Duke dominuar cilësitë më sipërme, do të bëheni zot të vetës dhe nuk do të bini në kaos, nuk do të ngatroheni me këmbët tuaja. Betejë që duhet të zhvilloni në këtë moment është kundër vetës dhe të jeni të sigurt që do të dilni fitimtar. Arritja më e mirë është njohja dhe zotërimi i vetvetes. Është momenti për ta bërë këtë, o peshore. Akrepi. Akrep. Bura grua qofsh. Dëgjoj me vëmendje. Këtë javë, asnjë shtirje, asnjë lloj publiciteti të gënjeshtër për veten tënde. Në qoftë se je treguar i keq apo e keqe, mos u shtir si më i miri apo më e mira në botë. Mos u hiq si i pafajshëm nëse je fajtor apo fajtore. Mos u hiq si kur i di të gjitha gjërat, kur gjërat nuk janë të vërteta. Mos u hiq si diletant, si kur nuk ke nevojë për asgjë, kur në të vërtetë je profesionist dhe duhet të demonstrosh që je plot ide dhe plot dëshira. E kuptoj që pak shtirje mund të ndihmojë në krijimtari, në marrëdhëniet apo në rrugën tënde, por më dëgjoj mua, nuk është kështu. Për aq sa mundesh, përpiqu që sjellja e jashtme të tregojë vërtet atë që ke brenda. Akrepa, do të jeni shumë të vlerësuar
po t'jeni ata që vërtet jeni. Shigjetari, në traditën e fesë kristiane, apo e fesë krishterë, gjarpri është i keq, që ka provokuar dhe i ka shkaktuar shumë probleme e hallë njerëzimit. Për shembull, ajo më e njohura është që detyroi Adamin dhe Evën të mos i binden Zotit dhe të përjashtohen nga parajsa, siç thot feja krishterë. Ndërsa në mitologjinë hindu dhe budiste, ekzistojnë njerëz gjarpër që shpesh kryejnë vepra të mira dhe arritje epike, pra e kundërta. Janë ata që quhen naga. Sipas një legjende hindu, një princ naga mbante botën mbi kokë. Ndërsa në një legjendën budiste, një mbret naga përdor 7 kokët e tij për të mbrojtur nga një furtunë Budën, i cili ka arritur ndriçimin e tij shpirtëror. Për këtë javë që vjen, të dashur shigjetar, parashikoj se duke përdorur figurativisht gjarprin tuaj të shenjtë, do të keni rezultate shumë më të ngjashme me fiset hindu e Buda se sa me të krishterët. Do t'ju sjelli më shumë rezultate jetike, diellore dhe shëndetësore. Priciapi. Në librin Nëpërmjet pasqyrës, mbretëresha Roz i thot Aliqës që është një eksperte dhe që beson në të pamundurën. Dhe burret që një mëngjes ja doli të besonte në 6 ide të pamundura sa u zgjua esëll, që në mëngjes. Unë o Priciap, bura grua qofsh, të këshilloj të bësh të njëjtën gjë, të këshilloj të imitosh mbretëreshën e Roz. Argëtohu duke fantazuar për gjëra që mbase duken si çmendurira. Njerëz të shenjës Priciapit. Nuk po ju them se çmendurira duhet t'i bëni, po ju them vetëm që t'i vini pak në fantazi, t'i përfshini në fantazinë tuaj. Me siguri, një ide, një takim, a një e papritur, deri tani e pamundur, do të realizohet. Ujori. Kur shkrimtari irlandez James Joyce, lindur më 2 shkurt, pra i shenjës së ujorit, filloi të dyshonte se vajza e tij, Lucia, tashmë e rritur, kishte probleme mendore, i kërkoi ndihmë psikologut Carl Jung. Vetëm pas disa takimesh me vajzën, Jung i tha se ajo vuante nga skizofrenia. Si e kuptoi? Një shenjë e dukshme e skizofrenisë është mania për të bërë lojra fjalësh, por që thellë fshehin një mendim shumë të rafinuar. James Joyce i tha se edhe ati i pëlqente të bënte lojë fjalësh. Po, ju përgjigj Carl Jung, e kam vënë, por ti me lojën e fjalëve mundohesh të zhytesh në thellësi, ndërsa ajo mbytet. Kjo vlen për ju o ujor. Në javët në vazhdim, ose në javën në vazhdim më mirë, mendimet si kundër një lojë fjalësh do t'ju ngatrohen e do t'ju duket sikur po zhyteni e nuk do të dilni më. Unë jam këtu sot për t'ju thënë që të mos merakoseni se shumë shpejt do të dilni sipërfaqe, sepse ju dini not dhe nuk mund të mbyteni. Populli thot, mos u mbyt me një pikë uji. Peshqit. Në jetën tuaj duhet një qik më shumë magji o peshq. E ndjeni nevojën e një aventure sublime, të palogjikshme, të veprimeve eksentrike, të budalliqeve shumë argëtuse. Kjo është magjia për cilën po flas. Por në të njëjtën kohë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse magjia nuk duhet të zgjas pafundësisht. Duhet të gjeni forcën që të mbeteni të pastër dhe të mos përhumbeni në kotësira. Prandaj ju këshilloj, ose më mirë, duke u bazuar ke mesazhi yjeve që ka ardhur për ju, unë ju këshilloj që figurativisht edhe mund të gatuani në një ëmbëlsirë me qep, që duket e pamundur, një ëmbëlsirë që përveç përbërësave që nuk lidhen me njëri tjetrin, të ketë ngjyrat e ylberit. Pra, të fantazoni në budallikun tuaj. Kjo është e pamundur, por ju o peshq, me fantazin tuaj që nuk ju mungon në familje, në shoqëri, në biznes, apo dhe në dashuri, mund të gjeni kombinime që duken si të pamundura e gjithë gjendjen e hidhur që vjen si pasojë e mos realizimit të asaj që keni në kokë, ta ktheni në një ëmbëlsirë ku mund të ftoni këtë doni,
Ishulli i padukshëm i Peter Pan ekziston, por duhet ta besoni. Ky ishte horoskopi edhe për sot njerëz, dhe tani do t'i kthejmë analizës si një këngë, të një teksti, një këngë, pra do t'i kthejmë mesazhit të muzikës. Sot do t'ju flas për një këngë të vitit 1968, për një mrekulli folk rock të kompozuar nga Paul Simon dhe nxjerrë në qarkullim në vitin 1970, përfshirë në albumin Bridge Over the Troubled Water, që është kënduar nga dyshi amerikane Paul Simon dhe Gary Garfunkel. Titullohet Boksieri, The Boxer. Për regjistrimin e kësaj këngë njerëz janë dashur më shumë se 100 orë. Në këngë flitet për një djalosh të varfër, në fjalët e cilit reflektohet vetmia dhe trishtimi që na bën ndoshta edhe të mendojmë gjendjen e një njeriu të pastre. Është largimi i ndërgjegjshëm i një të riu nga familja, nga shtëpia, thjesht për të bredhur në përbot. Sikundër e thot me fjalë të thjeshta ai vet: "When I left my home and my family", që unë kam shqipëruar kur shtëpinë dhe familjen e braktisa. Është një këngë e trishtuar njerëz sepse në një farë mënyre, anë një tjetër, nuk thot vetëm që nëse jeta të rrezon duhet gjetur forca për të ringritur e tjera, por flet edhe për mos aftësinë e reagimit, e të dorëzimit, tamam si ai boksieri, për të cilin flet kënga në vargjet e fundit. Dyzimi i njeriu përpara vështirësive, boksieri që do të rrëzohet, sepse ndeshjen e ka humbur dhe ka ngrënë grushta pafund, dhe ai luftëtari që është brenda boksierit që do të vazhdojë të qëndrojë në këmbë e të mos dorëzohet. Kufiri i ndarjes, ose kufiri ndarës i gjithë kësaj është në strofën e fundit të këngës, kur boksieri i plagosur, i gjakosur, i dërmuar, që do të ikë nga ringu, duke gërthitur unë po ikë, duke dashur të dorëzohet, por që brenda tij ngre kokë luftëtari i cili reziston, e në vargun origjinal thuhet "But the fighter still remains". E në qoftë se luftëtari qëndron pavarësisht se është i plagosur, do të thotë që jo vetëm është gati të vazhdojë të ndeshet me jetën, por edhe që mund dhe që nuk duhet të dorëzohet edhe pse do të donte. Morali i gjithë kësaj vepre, sipas një analize të thjeshtë nga ana ime, është: jeta mund të na marrë përpara me grushta, por dorëzimi përpara këtij fakti nuk mund të jetë mundësi. Dorëzimi nuk është mundësi. Dorëzimi nuk ekziston. Dhe tani, e gjithë kjo histori në vargjet e këngës nga unë të shqipëruara është pak a shumë si mposhtë. Jam vetë se një djalosh i mjeruar dhe historia ime kur nuk është treguar. Me ca premtime bosh, kohën e kam harxuar me fjalë, vetëm në gënjeshtra e mashtrime bazuar. Sepse njeriu akoma atë që i pëlqen e dëgjon, kusuri nuk i intereson. Kur shtëpinë dhe familjen braktisa, veç si një djalosh isha, e me të panjohur shoqërohesha, në heshtjen e stacioneve të treneve i friksuar vrapoja, e për tokë flija. Lagjet më të varfra kërkoja, ato ku leckamanët shkonin e vetëm ata i dinin. Kërkoja punë e një rrogë punëtori, por oferta nuk pash. Ftesa merja vetëm nga prostitutat në Avenuën e 7. Po ju them se kishte raste që në një vetmi të pamat e në trishtim tek ato gjeja pak mushullim. Tani rrobat dimërore janë duke palosur e do të kisha dashur të kisha ikur. Në shtëpinë time t'ja kisha mbathur. Në New York, ku erat dimërore tani më nuk më gjakosin po drejt shtëpisë, po më përcjellin. E aty në shesh janë një boksier dhe një profesionist luftëtar. Boksieri kujton çdo grusht që e ka shtrirë apo e ka plagosur, derisa nga turpi, nga dhimbja, ka ngërtitur boll ka ngërtitur. Boksieri ka rënë, ndeshja mbaroi, por luftëtari është akoma në këmbë, vazhdon të luftojë. Kjo ishte kënga njerëz, ose ajo çka kënga thot. Tani këtë këngë, The Boxer, si zakonisht
do ta dëgjoni edhe të interpretuar live në një cover nga Bluebird Band, që me emrat veçantë janë Eni Nelku, Kolsheu dhe Bledi Sejko. Falenderojmë gjithashtu Kruasa Bono, që e mundësoj këtë emision dhe na dha këtë fat e këtë shans që t'jemi këtu përpara jush. Faleminderit Bonos. Për ju njerëz, qofshi mirë kudo qofshi. I am just a poor boy, though my stories have them told. I'm swallowing my resistance for a pocket full of mumbles, such a promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear. This regards the breast, lie, 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 lie. When I left my home and my family, somewhere than a boy, in the company of strangers, in the quiet of the Broadway station running sky. Laying low, seeking out the port waters, where the ragged people go, looking for some places only they would know. 99. 'Asking only workman's wages, I keep looking for a job, but I get no offers. Just to come up from the hustle, side of Avenue. I do declare, parents signs when I use certain some, I took some comfort back, and la 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 la. 99, 99, 99. And now playing counts my window closed, wishing heaven's gone home. But the New York City winters are leading me going home. In the clearing stands a boxer, and the fighter by his way, and he carries the reminders. Bring law that lating, London's got it till he cried out, and his anger and his shame. I'm leaving, but the fighter still remains. La 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 la.